Në mbledhjen e sotme të qeverisë miratuam amnistinë penale, nismën që prezantuam rreth një muaj më parë dhe nga sot ky vendim depozitohet në kuvend. Nga të dhënat më të fundit të raportuara me delërinë e përgjithshme të bugjeve, shërbimin e provës, si dhe provurinë e përgjithshme, rezulton se plot 447 persona përfitojnë lirinë të menjëhershëm dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Ndërkohë, nga shërbimi i provës, amnistohen 5077 të dënuar me masa alternative. Për më tepër, duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14000 procedime për vepra të lehta. Përveç se një akt i qartë human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe reintegrim, ky është një hap konkret që ul presionin e popullimit të bugjeve dhe për të fokusuar drejtësinë aty ku rreziku shoqëror është real. Nuk bëhet fjalë për tolerancën e krimit, por për një qasje të matur që synon reintegrimin dhe përdorimin më efikas të drejtësisë penale, teksa ne po punojmë fort për të ulur përdorimin e panevojshëm të paraburgimit në përputhje me shqetësimet e drejta të ngritura nga Këshilli i Evropës, si dhe në raport me standardet evropiane. Objektivi ynë ambicioz është të kemi një sistem që ditë ndëshkojë fort kur duhet, por edhe të jap një shans për të rikthyer në shoqëri. Drejtësia nuk është vetëm dëshkim, por edhe një mundësi e dytë e drejtuar nga humanizmi dhe rehabilitimi. Falenderoj të gjithë institucionet që kontribuan në këtë proces dhe pres që Parlamenti ta shqyrtojë projektligjin sa më parë, në mënyrë që efektet pozitive të amnistisë të ndihen nga mira familje shqiptare.